Jemi në një epokë ku lajmi fluturon më shpejt se drita, por faktet duan kohën e tyre që të shfaqen, që të reflektojnë dhe që të njihen. Ndaj dhe sot shpresojmë që në këtë dialog ne të informojmë njëri tjetrin, të mësojmë nga njëri tjetri. I gjithë fokusi po kthehet ku? Te një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës. Ne themi, nuk ka demokraci në një shoqëri, në qoftë se nuk ka demokraci në familje.